Benita dhe Alba përfshihen në një debat të fortë që shpërthen papritur dhe merr për masa të mëdha. Situata nis me tension të akumuluar prej ditësh, por këtë herë Benita nuk përmbahet më dhe vendos t'i përgjigjet drejt për drejt Albës. Me tone të ashpra dhe zë të ngritur, Benita i drejtohet asaj duke i thënë se Zhulsia nuk është ajo, por vetë Alba. Këto fjalë bien si bombë në ambient dhe krijojnë menjëherë një atmosferë shumë të rëndë. Alba mbetet e habitur për një moment, por debati nuk ndalet aty. Benita vazhdon, gjithnjë e më e acaruar, duke akuzuar Albën se flet kot dhe se mundohet gjithmonë të duket superiore ndaj të tjerëve. Ajo shprehet se është lodhur nga komentet dhe ironitë e vazhdueshme dhe se nuk pranon më të ofendohet në heshtje. Tensioni rritet dhe fjalët bëhen gjithnjë e më të drejtë për drejta. Në kulmin e debatit, Benita e rëndon edhe më shumë situatën duke i thënë Albës se duhet të lahet, sepse sipas saj i vjen erë e keqe. Kjo deklaratë ndez akoma më shumë gjakrat dhe shihet qartë se konflikti ka kaluar në nivel personal. Alba reagon menjëherë, e prekur dhe e revoltuar nga këto akuza, ndërsa fytyra e saj tregon nervozizëm të thellë. Banorët e tjerë ndalen dhe i shikojnë të dyja, ndërsa askush nuk ndërhyn menjëherë. Debati vazhdon me zëra të lartë, gjeste të forta dhe një klim të rënduar që mbush gjithë ambientin. Në fund, përplasja mes Benitës dhe Albës lë pas një ndarje të ftohtë dhe një tension që ndihet ende në ajër. Duke treguar se marrëdhënia mes tyre është dëmtuar seriozisht dhe situata nuk duket se do qetësohet shpejt.